Gjatë vitit 2025, banorët e Shqipërisë mbi moshën 15 vjeç kryen rreth 4.5 milion udhëtime brenda dhe jashtë vendit, për qëllime personale apo biznesi. Të dhënat tregojnë se pjesa dërmuese e këtyre lëvizjeve lidhet me kohën e lirë, pushimet dhe vizitat familjare, ndërsa udhëtimet për arsye pune mbeten në një peshë më të ulët. Sipas statistikave, 97.6% e udhëtimeve u kryen për arsye personale, ndërsa vetëm 2.4% për qëllime biznesi. Muajt e verës vijojnë të jenë periudha më aktive për udhëtime, me kulmin në gusht, i cili përbën 12.6% të totalit, i ndjekur nga qershori me 10.9% dhe korriku me 9.8%. Një rritje e lëvizjeve është regjistruar edhe në dhjetor, me 10.2% kryesisht e lidhur me periudhën e festave. Brenda teritorit të Shqipërisë janë kryer rreth 4.4 milion udhëtime personale, ku motivi kryesor ka qenë pushime dhe kohë e lirë, duke zënë 52.8% të totalit. Ndërkohë për udhëtime jashtë vendit, arsyeja kryesore ka qenë vizitat e të afërm dhe miq, me 52% të rasteve. Lëvizjet jashtë Shqipërisë kanë shënuar një rritje të ndjeshme në vitin 2025, duke u rritur me 14.3% krahasuar me vitin 2024. Paralelisht me këtë tendencë, shqiptarët kanë përdorur më shumë struktura akomodimi si hotele dhe ambiente me qira, të cilat shënuan një rritje përkatësisht me 5.6 dhe 5.9%. Ndër zhvillimet më të dukshme ishte edhe rritja e përdorimit të transportit ajror, i cili regjistroi rritjen më të lartë me rreth 14%, duke reflektuar një prirje më të madhe për udhëtime më të shpejta dhe destinacione jashtë vendit. Këto shifra tregojnë një vit me shumë lëvizje dhe një rikthim të fortë të udhëtimeve si pjesë e stilit të jetesës së shqiptarëve.